Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s dhe mirë se vini në emisionin e radhës të Dialog me Lajm, ku të ftuar të emisionit kësaj radhe e kemi zotin Amir Elezin, përfaqësuesin e lartë të Vlen. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, ju faleminderit për ftesën. Kënaqësia është jona, edhe analistin e përhershëm të gazetës Lajm dhe Lajm TV, zotin Florian Nesimi. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zoti Elezi, në zgjedhjet e fundit sapo përfunduan, koalicioni Vlen, i cili përbëhet nga 4 parti, nga 4 subjekte politike, arriti një rezultat të kënaqshëm, gjë të cilën realisht asune edhe Floriani pak a shumë nuk e kishim prit në atë mas. Pyetja ime ka të bëjë me nëse do të mundenin këtë periudhë të pas zgjedhjeve të ruani këtë kontekst i cili do të jetë i domosdoshëm për qeverisjen tuaj në qeverinë Mickovski. Atëherë, edhe pse jam edhe në cilësinë e nënkryetarit shtabit të zgjedhjeve në kuadër të koalicionit Vlen, për të gjithë ne që kemi punuar në kuadër të shtabit edhe për kryesinë e Vlenit, nuk ka qenë surprizë ky rezultat i zgjedhjeve, mirë po ja për oponentët tanë politik, ndoshta edhe për media dhe opinionistët, por edhe për shumë tjerë të cilët merren me politikë dhe me ndodhit politike në vend, ka qenë një rezultat befasues sa i përket numrit të komunave të fituara nga koalicioni Vlen në këto zgjedhje lokale. Më duhet të them se ky rezultat nuk erdhi vetvetiu, aq më pak nuk erdhi si rezultat i suportit vëmëros siç pretendon AKI-ja, se mendimin atyre kemi fitu një numër kaq të madh komunave. Kjo shpjegohet dhe argumentohet edhe në vota edhe në çdo aspekt tjetër, shkaku se për krajat të cilën e kemi marrë nga votuesit shqiptar në këto zgjedhjet e fundit lokale ka qenë shumë e madhe dhe ka qenë rezultat i arritjeve të cilat i ka bë koalicioni Vlen në kuadër të qeverisjes në ekzekutiv, rezultateve të realizuara dhe punëve të realizuara, dhe ka qenë rezultat i një kampanje të zhvilluar ashtu siç duhet, të planifikuar siç duhet, të kontaktit mirëfillt me votuesin ton, dhe kurorëzimi gjithë kësaj kanë qenë rezultati i zgjedhjeve të 19 tetorit dhe 2 nëntorit, kur u përsërit raundi i dytë. Më duhet të them që ky rezultat ka arritur pritshmëritë tona në nivel të shtabit dhe të organizimit të zgjedhjeve, me atë që ndoshta kemi pasur mundësi të fitojmë edhe Bervenicën, për shumë pak vota nuk kemi arritur që ta fitojmë, edhe hym në këtë përfundim të zgjedhjeve me motivim shtesë, shkaku se do të ketë votim edhe në Gostivar dhe në Vrapçisht, dhe pretendojmë që të fitojmë edhe këta 2 komuna. Duke pas parasysh këtë rezultat që të ndërlidhem me pyetjen tuaj, e keni vërejt se janë shujt zërat për zgjedhje të parakohshme parlamentare apo për referendumin e famshëm të AKI-s, të cilët e flisnin gjithkund se nga rezultati i këtyre zgjedhjeve lokale do të provokohen zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe do të mundet të ketë një shpresë për ata që të futen në pushtet, sepse qëllimi i atyre është vetëm pushteti, nuk kanë ndonjë qëllim tjetër. Për atë e kanë huq edhe fushatën në zgjedhjet lokale, duke pasur në horizont dhe duke shpresuar se do të arrijnë që të provokojnë zgjedhje parlamentare, nuk kanë pasur qasje dhe nuk kanë pasur fushatë të drejtuar votuesve për zgjedhjet lokale, elektoratit për tematikat lokale, dhe për këtë elektorati shqiptar edhe i dënoi me vot, humbën në të gjitha vendbanimet shqiptare, i humbën komunat dhe u defaktorizuan edhe nga pushteti lokal, ndodhi ndryshimi edhe në pushtetin lokal, dhe nëse keni vërejt, këtë periudhë ka heshtje totale në kampin e AKI-s dhe nuk flitet më për zgjedhjet parakohshme parlamentare, sepse e din epilogun edhe atyre zgjedhjeve, dhe ne kemi thënë gjithmonë se këto thirrje për referendum do të përfundojnë keq dhe duhet të hipet llogari në atë koalicion. Zoti Amir,
më përkujtohet diçka tjetër atë kohë, përmendët referendumin, cilin vazhdimisht AKI e përmend gjatë fushatës elektorale dhe para elektorale. Mirë po gjatë fushatës, gjatë kësaj periudhe kohore për cilën po flasim tani, ka patur edhe një si të them, një paraqitje, mua më ka bë shumë përshtypje me paraqitje si të them, ku është demonstruar një dominancë nga ana e kryeministrit. Shpesh herë gjatë fushatës ka pasur disa raste kur me paraqitjen e tij kryeministri ka goditur direkt leadershipin tuaj. Si vlerësoni ju këtë? Të gjitha ato paraqitje në varet se si i interpretojmë dhe në çfarë fryme i japim kahje dhe në çfarë këndvështrimi i shohim. Mirëpo ne duhet i shohim ato prononcime në kuadër të fushatës zgjedhore. Sigurisht që ai ka pasur një pretendim që të maksimalizojë votën e tij dhe të japë përshtypjen e një lloji dominance që në fakt nuk është ashtu dhe nuk korespondon as me frymën me të cilën ne kemi lidh koalicionim me VMRO permanent për pushtetin ekzekutiv dhe deklaratat e tilla duhet të interpretohen vetëm në atë frymën e fushatës zgjedhore dhe të maksimalizimit të votave. Duhet ta kemi parasysh Fezi, ju jeni njohës i mirë i situatave politike në vend, se çfarë ndodhte kur ishte në qeveri VMRO-ja dhe BDI-ja. U inskenonin në kalan e Shkupit për leshje shqiptaro-maqedonase me qëllim që të rriten rejtingjet e dy partive politike para zgjedhjeve dhe të promovohen figura politike. Dhe të promovohen figura politike që dalin si shpëtimtar të kombit ose të shqiptarëve në vend dhe nuk kursenin as djemt e ri që t'i burgosin ose të viktimizojnë dhe kjo e gjitha ka ndodhur në të kaluarën. Nëse keni vërejt në to zgjedhje lokale kemi pasur një fushat demokratike pa incidente dhe gjithë mbarvajtja fushatës ka shkuar ashtu siç i takon një vendi i cili pretendon të hyjë në Bashkimin Evropian dhe mund të them me plot bindje se këto zgjedhje kanë qenë të realizuara shumë mirë në nivel të lartë të demokracisë dhe të organizimit të zgjedhjeve dhe këto deklarata qofshin ata të kryeministrit apo të eksponentëve tjerë të VMRO-s apo edhe tanët kemi pas raste kur kanë luajtur në kartë kombëtare apo në karta tjera, kanë qenë konform maksimalizimit votave dhe siç e shihni edhe tani jemi ulë me kryeministrin për t'i folur të gjitha çështjet që pasojnë pas zgjedhjeve dhe nuk duhet t'u japim më tepër rëndësi deklaratave që thuan, por duhet i shohim punët që bëhen dhe si performojnë qeveria dhe si do të performojnë komunat e fituara nga kandidatët e Vlenit. Zoti Florian, përmendët domethënë referendumin respektivisht retorikën të cilën e shfrytëzoi kryeministri gjatë fushatës zgjedhore dhe nga ana tjetër konstatoi ajo që është më zyrtare se sukses kanë pas një sukses të them për mendimin tim plebiscitar sepse isha pesimist se do të arrinin kaq shumë sukses plebiscitar në zgjedhjet e fundit. Si e shihni, do të mund të jetë me këtë sukses, me inercion flas gjithnjë, do të mund të jenë koalicioni Vleni suksesshëm në qeverisjen e më të tjeshme? Po, apo ndryshe thënë në çfarë vështirësi mund të hasin? Po, tani unë mendoj se do të kenë më pak vështirësi, sepse nëse kthehemi pak kohën mbrapa në zgjedhjet parlamentare që organizon vitin e kaluar dhe kur Vleni hyri në qeveri, edhe BDI-ja dhe tani AKI-ja filluan që të kontestojnë legitimitetin e Vlenit, duke thënë se këto nuk janë legjitim, dhe kjo sigurisht ishte një barë për Vlenin, sepse nëse dikush për çdo ditë nëpër mediume të konteston legitimitetin, pastaj me siguri nuk e ke edhe hapësirën edhe nuk je edhe shumë i lirë për të vepruar. Dhe në këtë aspekt këto zgjedhje lokale mendoj se ishte një sukses për Vlenin, nga shkaku se para zgjedhjeve BDI-ja thoshte se kjo qeveri është qeveri antishqiptare dhe ne do të mobilizojmë të gjithë shqiptarët dhe do të marrim mbi 150.000 vota që t'i tregojmë Mickovskit se ne kemi legitimitetin. Dhe në këtë aspekt BDI-ja dështoi. Nga ana tjetër, Vleni para këtyre zgjedhjeve lokale kishte një detyrë, si ta themi, apo një sfidë që të merr sa më shumë komuna, të paktën të merr këto di komunat urbane të Tetovën dhe Çajrin që t'i thot BDI se ne jemi ato që kemi legitimitetin. Dhe këtë
aspekt, Vleni mund të themi se kishte sukses. Ndërsa BDI-ja pati debakël nga shkaku se 5 komuna i humbi që në rrethin e parë, ndërsa në 3 komuna nuk arriti të hyjë as në balotazh. Në Dibër, në Dollnen dhe në Bërvenic, ato tash janë partia e tretë. Dhe në këtë aspekt mund ndoshta tani ta lidhim me atë se si do të jetë në të ardhmen, si do të vazhdohet, sepse këtë barën që tham se e ka patur Vleni, që ja kanë kontestuar legitimitetin, këtë e ka patur edhe Mickovski. Edhe pastaj kur BDI-ja vazhdimisht ka folur për legitimitetin e shqiptarëve, edhe Mickovski e ka pat këtë si pikë të dobët, dhe prandaj edhe qëllimi i Mickovskit me siguri ka qenë që të Vleni të merr sa më shumë komuna, që të paktën në të ardhmen kur do të vazhdojë tani puna e qeverisë, të kenë një barë më pak apo BDI-ja të mos ju frije pas qafe, si me thonë me atë punën e legitimitetit. Dhe mendoj se në këtë aspekt tani edhe retorika e Mickovskit me siguri se do të ndryshoje, megjithëse të jemi të real të më shumë buj kanë bërë këto portalet që janë më të afërta me BDI-n për retorikën. Çka nxiti këtë? Çfarë mendoni? Kush e nxiti këtë retorikë të Mickovskit? Sepse kjo mos ishte më e theksuar pas ndërmjet 2 raundeve. Po, si e para mendoj duhet ta kemi parasysh se VMRO-ja ka qenë 7 vite në opozitë. Do të thonë gjithmonë këtë duhet ta kemi parasysh, edhe gjatë 7 viteve në opozitë, VMRO-ja e ka akuzuar LSDM-n, kinse i ka shitur interesat e shtetit dhe është bërë vazale e Bullgarisë. Dhe me këtë retorik dhe me këtë vokabular VMRO-ja erdhi në pushtet. Edhe tani kur janë bërë vetëm një vit e gjys që janë në qeveri, ajo nuk mund tash më njëherë të ndryshoje, për shkak se rrezikon që të humb edhe përkrahje të elektoratit vet. Tani veç më kishim një rënje. Zgjedhjet parlamentare kishte 420.000 vota, tani është dikun të 300.000, që do me thonë 140.000 vota i ka më pak. Mirë po, nuk besoj se kjo ndonjë tregues, sepse vota më pak kanë të gjitha, nëse i analizojmë. Edhe në këtë aspekt tani, ajo ka marrë 140.000 vota më pak, mirë po komuna ka marrë shumë. Do me thonë, për skaj zvoglimi numrit votave, ajo prapë është një fituese e madhe. Dhe ndoshta edhe këtu ekziston ndonjë frikë Mickovskit mos e humb atë besimin, ndoshta edhe brenda partisë, posaçërisht kur tani është edhe kongresi. Me siguri në kongresin që pason tani të VMRO do të zgjidhet përsëri, sepse i ka fituar edhe zgjedhjet parlamentare e zgjedhjet lokale, por besoj se pas këtij kongresi edhe pas janarit mendoj se edhe retorika e Mickovskit do të ulet kjo retorika nacionaliste, plus kësaj të shtojmë faktin se tani edhe Vleni ka fituar një potencë më të madhe politike dhe besoj se me rekonstruimin e qeverisë që të ndodh gjatë janarit mund të kemi edhe balancim tjetër të forcave brenda qeverisë. Zoti Elezi, a mendoni se opozita, respektivisht në rastin konkret, BDI-ja mund të rikthehet pas këtij debakli që shënojnë këto zgjedhje? Sepse nga më falë që ndëry, sepse gjykuar nga kjo, do më thënë këto 3 dekadat e fundit, nuk ka parti politike shqiptare që ka pas rënje dhe është ringritur dhe në këtë kontekst desha të parashtroj. Po vetëm pak do ndërlidhem atë që tha Floriani, se sa i përket temës së legitimitetit, ne jam i bindur dhe them me plot bindje që kemi qenë të çliruar në ta zgjedhje për atë se a duhet luftojmë për vot legitimitetit. Shkaku se këto janë zgjedhje lokale dhe tematikat janë krejtësisht ndryshe dhe nuk mundet në atë kontekst i vendosim çështjet apo edhe numrat, siç bën AKI tani, duke thënë që votat e këshilltarëve përkthehen në mandate të deputetëve dhe bën kështu lloj manovra që nuk korrespondojnë me natyrën e zgjedhjeve të cilat janë realizuar, me faktin që ne në Çashk nuk kemi pas kandidatur, në Plasnic nuk kemi pas kandidatur, në Butel nuk kemi pas kandidat për kryetar komune ku kanë arritur të maksimalizojnë votat shqiptare dhe prandaj është gabim dhe ne kemi qenë të çliruar që në këto zgjedhje të luftojmë për legjitimitet. Ne kemi shkuar me strategji si të fitojmë më shumë komuna dhe ja kemi arrit, si të bëjmë listë përfaqësuese dinjitoze edhe për këshillat komunale, shkaku se ç'orientohet tema
dhe pa pritmas bëhen të rëndësishëm këshillat komunal më tepër se kryetarët e komunave, varësisht se si duam ti interpretojmë rezultatet e zgjedhjeve, dhe për këtë qëllim sigurisht që ky rezultat e ka arrit edhe potencën e Vlenit për brenda qeverisë, edhe na ka dhënë më tepër vetbesim, por mbi të gjitha ne kemi marrë më tepër përgjegjësi nga votuesit tonë që nuk guxojmë të luajmë dhe të humbim besimin e qytetarëve dhe të votuesve tanë, të cilët kanë arritur një numër kaq të madh të na votojnë dhe të na japin përkrahje dhe mbështetje. Tani duhet flet puna jonë në komunat në të cilat I udhëheqim, dhe besoj se gradualisht në zgjedhjet e ardhshme do kemi rritje akoma më të madhe, duke pas parasysh që niveli I seriozitetit dhe qasja ndaj punës në Vlenë është maksimale. Puna, plani se si duam që t'i zhvillojmë komunat do të përkthehet edhe në zgjedhjet e ardhshme dhe t'i ndërlidhem pyetjes tuaj. Do me thënë, shumë bukur e shpjeguat që akoma në historikun politik të Maqedonisë së Veriut, sidomos në kampin shqiptar, nuk kemi parë ndonjë rast që një parti e cila tashmë është në rënje të lirë sa përket votave të ketë ndonjë ringritje. E kemi shembullin e PPD-s dhe mendoj se në atë drejtim shkon edhe BDI-ja. Nuk duhet të jemi shumë optimist se në zgjedhjet e ardhshme përfundon dhe shkatërrohet ai subjekt politik, mirë po rënja e lirë të cilën e kanë dhe do ta kenë në çdo lloj zgjedhje nuk jep shpresë për ndonjë konsolidim të brendshëm. Duke pas parasysh edhe faktin që akoma nuk janë të përgatitur për reformat në parti të cilat janë nevojë tashmë disa vite mbas. Nuk kemi të përgatitur akoma një kuadër I cili do ta zinte vendin e Ahmetit në krye të partisë. Të gjitha figurat janë të kompromituara në ndonjë lloj aspekti apo tjetër. Kemi figura të cilat edhe kushtimisht I themi janë djeg në zgjedhje, kanë pasur humbje katastrofale dhe nuk mund të krijojnë narrativ të liderit dhe të rikthehen si lider të asaj partie, dhe gjithë kjo situatë për brenda BDI-s është rezultati I asaj që nuk ka qenë e planifikuar reforma si duhet, por e kanë pasur vetëm si makijazh punën e reformës dhe inkuadrimit të kuadrove të reja në për parti, dhe kjo është një çështje e cila u tangon atyre dhe duhet ta zgjidhin ata në mes vete, sigurisht edhe me partnerët e koalicionit të cilët tashmë I kanë në AKI. Nuk di edhe sa ju kanë mbet, sepse afiniteti I tyre për të pasur partner koalicioni vetëm po zhduket, sepse ose nuk I realizojnë premtimet, ose janë në situatë të keqe sa I përket strukturimit të brendshëm dhe nuk janë në gjendje të mbanë të ngjeshura strukturat e veta, jo më tepër që të mbajnë edhe partner koalicioni, dhe gjendja atje, sidomos pas zgjedhjeve lokale, po merr për masa të tjera, shkaku se ka shanse që parti tjera të largohen nga ai koalicion. Ajo që I ngelet BDI-s është një çështje e brendshme e tyre që duhet ta zgjidhin në kongresin e tyre, dhe ajo që mund të urojmë ne si Vlenë në frim të përmirësimit të klimës dhe të kualitetit dhe të demokracisë në vend është që të urojmë që ajo parti të ketë kapacitet reformues për brenda strukturave të veta, edhe pse unë personalisht dishoj se ka një kapacitet të tillë dhe dita ditës atë parti po e braktisin funksionar të ndryshëm, antar të ndryshëm të cilët më nuk shohin shpresë se do të ketë një rikthim të mundshëm atje. Vetmja shpresë e cila I ka mbajt antarësinë ka qenë se do fitojnë zgjedhjet lokale dhe do të mund të provokojnë zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe ata të rikthehen në pushtet. Me humbjen e zgjedhjeve lokale nuk ka më një motiv për brenda BDI-s për një konsolidim të brendshëm. Gjithsesi është një gjë që duhet ta rregullojnë ata vetë. Zoti Florian, ju keni detektuar te BDI-ja diçka të tillë se ndonjë komponent eventuale të sindromit kështu të rënjes edhe mos ngritjes eventuale? Po, e dini si është, ka një rregull politik se
diçka kur e merr të poshtësën, nuk mund të ngjitet më sërish lart. Si puna ortekut. Po. Edhe tash vetë kjo heshtja që ndodh te BDI-ja flet gjithçka. Kjo heshtje flet se ato si e para nuk janë të gatshëm të pranojnë edhe rezultatin e zgjedhjeve apo humbjen, edhe dita nuk janë të gatshëm bëjmë reforma të partisë. Për shkak se parakushti i parë për të bërë reforma është pranimi i rezultatit të zgjedhjeve apo pranimi i humbjes. Nëse një parti refuzon të pranojë se ka humbur, atëherë ajo automatikisht refuzon edhe të reformohet. Deri më tani BDI-ja ka refuzuar të pranojë se ka humbur për shkak se ka ndalur më njëherë atë natën që u shpallën rezultatet, filluan të bëjnë akuza për shitblerje të votave, për thes me miell, për mençin asfalt apo diçka tjetër. Ndërsa nëse del një parti edhe e pranon humbjen, atëherë ajo jep sinjal se do të reformohet, edhe reformë e partisë do me thënë dorëheqje e kryetarit të partisë. Nëse kryetari i partisë nuk jep dorëheqje, atëherë nuk mund të bëhet fjalë për reforma. Mund të përmendi vitin e kaluar rastin e ish-kryeministrit Kovacevski. Në vitin 2024, kur i humbi zgjedhjet parlamentare, ai tha arsyeja e humbjes është sepse nuk e morëm mesazhin e humbjes që e posom në vitin 2021 në zgjedhje lokale. Do me thonë, BDI-ja nëse sot nuk i pranon se ka humbur, edhe nuk e analizon mirë rezultatin e zgjedhjeve, dhe nëse nuk e merr mesazhin e qytetarëve, ajo do të humb edhe zgjedhjet që do të pasojnë zgjedhjet parlamentare pas 3 vitesh. Do me thonë, derisa ata i shohim se janë duke heshtur, vetë kjo heshtja tregon mosgatishmëri e tyre për të reformuar apo për të pranuar rezultatin. Pastaj edhe unë e di si është e BDI-ja, mendoj se gjasat për reforma janë shumë të vogla ose nuk ekzistojnë fare. Për shkak se BDI-ja nuk është edhe opozitë. BDI-ja është ish pushteti. Nëse e krahasojmë për shembull me komunizmin, kur ka ra komunizmin në vitin 1990, nuk ka mundur Partia Komuniste pas 2 viteve të thotë unë jam opozita tash, sepse ti nuk je opozita, ti je një parti e cila ka qenë 45 vite në pushtet. E njëjta është ndodhen edhe sot. BDI-ja ka qenë 22 vite në pushtet dhe nuk mund të themi opozitë. Ajo thjesht është ish pushteti. Maksimumi që mund të bëjnë ato jo të reformohen, po të transformohen totalisht. Me thonë, ndodha që ndonjë transformim, dorëheqje të japin prej të liderit të gjitha strukturat tjera, ndoshta ndryshohet edhe emri i partisë edhe logoja, të vinë frima të reja, kuadro të reja. Vetëm në atë mënyrë besoj se mund të rikthehen skenën politike. Duhet zakonisht ndryshime apo reformat në parti gjykuar në bazë të asaj që e kemi parë në për subjekte tjera politike, qoftë në shtetet e rajonit apo këtu. Mendoj dhe vlerësoj se duhet të fillojnë nga lideri, gjë e cila nuk po ndodh. Kjo më përkujton edhe diçka qesharake më duk derisa po flisi, atë arsyetimin shumë banal, Alia është i mirë, po Musa nuk ban. Edhe kështu njëri tjetrin si të them, i arritën mbijetojnë sajt këtyre ndërtimit këtyre historieve absurde deri sot tani 24 vite me radhë. Zoti Elezi tani më veç filloi të flitet për zgjedhjet lokale dhe parashihen diku, nëse zgaboj diku në pjesën e parë të vitit tarshëm, kështu pak a shumë, megjithëse data nuk po më kujtohet, për këto 4 komunat po flas gjithnjë në të cilat nuk u arrit cenzusi. Cenzusi përfshir këtu edhe komunën e Vrapçishtit dhe të Gostivarit. Ju si parti politike do të hartoni ndonjë strategji, do të keni ndonjë ofertë për të fitu, gjithsesi se mendoj se do të garoni këto dy komuna, të cilat ku do të ketë proces të ri zgjedhor. Sigurisht edhe në qasjen se përket rivotimit të di komuna ku nuk u arrit censusi, e kemi që të garojmë me kandidat fitues dhe të arrijmë që t'i fitojmë këto zgjedhje. Domethënë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve lokale, afati ligjor është për brenda 60 ditëve maksimum të organizohen zgjedhje të reja në këto dy komuna. Sigurisht që e kemi parasysh që rezultati në këto dy komuna sa i përket Vlenit nuk ka qenë shumë i kënaqshëm. Dhe këtu duhet të gjithë të ulemi dhe të analizojmë pikë së pari pse nuk u arrit censusi. Kjo flet shumë për nivelin e pakënaqësisë i cila ndodh për brenda votuesve në këto dy komuna.
që i atribuohet sigurisht që pushtetit aktual në ato dy komuna, domethënë në këtë rast kandidatëve të ASH-s ose që janë për brenda AKI-s, që kanë menaxhuar me ato dy komuna. Domethënë të keni një lloj të këtill të revoltës qytetare që as nuk dalin të votojnë në zgjedhje, flet shumë për atë se në çfarë gjendje janë këto dy komuna. Dhe qasja jonë si vlen sa i përket këtyre komunave është që të bëjmë një analizë mirëfill tani. Ku kemi gabuar ne sa i përket këtij rezultati dhe pse ne nuk kemi arritur që të bëjmë një stimulim mjaftueshëm të votuesve që dalin të votojnë edhe në këto komuna. Dhe unë jam i bindur që duke pasur fokusin në Vrapçisht dhe në Gostivar, si vlen, do të arrijmë që të nxjerrim kandidatura të cilat do të arrijnë që ta fitojnë komunën dhe të përmirësojnë ndonjë lloj gabimi të vogël të mundshëm që ndoshta edhe ne kemi sa i përket rezultatit këtill të zgjedhjeve në këto dy komuna ku nuk u arrit censusi. Sigurisht që do të shkohet në mobilizim më të madh të votuesve atje dhe jam shumë i bindur që duke e parë frymën e zgjedhjeve dhe epilogun në të gjitha komunat tjera, qytetarët do të arrijnë saktë që të detektojnë dhe t'japin përkrahje vlenit që të menaxhojë edhe me këto dy komuna, shkaku se projektet të cilat do të bëhen për ata qytetarë në bashkëpunim me ekzekutivin dhe pushtetin lokal do të mund të maksimalizohen dhe të valorizohen vetëm në rast se do të kemi një bashkëpunim të mirëfillt ndërmjet kryetarit të ardhshëm të komunës dhe ekzekutivit, jo që nuk ka munguar, edhe këtë një vit e gjysmë sa jemi ne në qeveri janë ndihmuar këto komuna, sidomos komuna e Gostivarit ka përfituar shumë projekte nga ndihma direkte e qeverisë. Dhe këtu më qytetarët nuk është se nuk i njohin projektet të cilat kanë ardhur nga ekzekutivi, nga vleni për këto komuna, konkretisht edhe për Gostivarin, mirë po ata kanë një refuzim për menaxhimin e deritanishëm të komunës nga ana e kuadrëve të ASH-s. Ishte në fillim Arben Taravari dhe atij atribuohet më së përmi kjo revolt, për hir të së vërtetës, ndoshta Valbon Limani ka qenë një periudhë më të shkurtë në menaxhim të komunës, mirë po ai e paguan koston e asaj që është i rreshtuar në koalicion dhe në të njëjtën parti me Arben Taravarin dhe qytetarët refuzojnë që të dalin dhe të votojnë. Prandaj qasja jonë sa i përket këtyre dy komunave duhet jetë afirmative në kuptim të detektimit të problematikës dhe të motivimit të votuesve që dalin sa më shumë në zgjedhje dhe jam thellë i bindur që duke e parë frymën dhe elementin e fitores të cilin e ka bë vleni në gjitha komunat tjera, edhe komuna e Gostivarit, edhe komuna e Vrapçishtit, nuk do ta humbin këtë shans dhe do zgjedhin kandidat të vlenit për të arritur që t'i realizojnë punët edhe në ato dy komuna. Zoti Nesimi, duke pasur parasysh këtë rezultat jarë, pak a shumë e pranoj edhe zoti Elezi se kanë pësuar fiasko, të mos them më ashpër, a mendoni se mund të rikthehet për këtë periudhë kohore për cilën po flas, domethënë pritet te muaji janar atje diku të mbahet me gjithë se nuk është gjithçka definitive, mund të shtihen deri në fat 6 muaj me sa e di. Jo, brenda 60 ditëve është patjetër të organizohen zgjedhje. Domethënë dhe certifikimi i rezultateve ka ndodhur të martën, me sa kam informatuar, kështu që po eca fati ku duhet të delegoj qeveria një të besuar atje të menaxhojë me komunën dhe të shpallën zgjedhje. Mendoj se këto janë çështje teknike më shumë, se aty u krijon një konfuzion se a mund të jetë, a duhet të jetë prapë ky Valbon Limani ai personi apo dikush tjetër. Ajo krejtësisht është çështje teknike për shkak se shumë shpejt mbahen zgjedhjet. Edhe kjo çështja tjetër është teknike se prej kur fillon të skadojë afati 60 ditor, sepse nuk është fare me rëndësi a do të mbahen zgjedhjet në fund dhjetorit apo në fillim të janarit, e njëjta gjë është. Për shkak se dje ndëgjova një fjalim të këtij deputetit Halil Snopçe, ku i përmendi mërgjimtarët, mendoj se ai përpiqet këtu të bëjë manipulim. Në çfarë konteksti mërgjimtar? Jo, se ai tha zgjedhjet duhet mbahen dikun të ka fundit dhjetorit, për shkak se këto janë mërgjimtarët, e jo me 11 janar kur mërgjimtarët do shkojnë, ai filloi mendoj se është shumë e ulët nga ana e tij, bën manipulim. Pse? Me këtë, për shkak se në këto zgjedhje tash që do të mbahen këto rivotimet në Gostivar dhe në Vrapçisht, vota e mërgjimtarëve nuk është vendimtare. Vota e mërgjimtarëve është shumë e rëndësishme kur bëhet fjalë në një komunë do të fitojë një shqiptar apo një maqedonas. Edhe
atëherë duhet të vinë sa më shumë argjimtar që të fitojë shqiptari. Në ato raste është shumë e rëndësishme, kupton. Nuk ka edhe cenzus tani. Edhe cenzusi nuk duhet. Cenzusi që të mund të ketë imobilizim. Çështja e cenzusit është e dita. Nuk do të vinë argjimtarët me patjetër, për shkak se cenzusi nuk kërkohet. Prandaj mendoj se ai shumë mënyrë tullet filloi të shes demagogji duke përmendur argjimtarët, sepse tek e fundit është çështje teknike. A u mbajtën më 20 dhjetor, më 11 janar, asgjë nuk ndryshon. Edhe e dyta, ato duhet ta shohin si vleni që analizon tash se pse ka marrë aq pak vota, edhe ato duhet ta shohin sepse nuk është arrit cenzusi, se duhet ta marr për shembull rastin e Gostivarit. Për shkak se në zgjedhjet e kaluara në vitin 2021, Arben Taravari ka pasur 18.000 vota, ndërsa BDI-ja kishte 12.000. Edhe ato bashkë bëjnë 30.000 vota. Në këto zgjedhje tash u bashkuan në AKI, edhe Taravari me BDI-n u bashkuan, edhe Valboni mori 16.000. A 14.000 vota ku kanë shku? Do me thonë 14.000 vota janë që kanë bojkotu. E kanë bojkotu edhe këto të aleancës Taravarit ka që s'kan dalur, për shkak se kanë qenë të nefosur pse ky ka shku me BDI-n, po edhe të BDI-s nuk e kanë votuar Valbon Limanin, për shkak se kanë pritur që qetë kandidatë i tyre. Edhe Halil Sëndof, pse ja si matematicien që është, më mirë është të bëjë kalkulimet e këtyre numrave. Sepse ka marrë vetëm 16.000, kur janë bashkuar të dia do të marrin 30.000 si që kanë pasur në vitin 2021. Më fal, Florian, do të ndërhyj vetëm pak këtu, do të kemi parasysh se Valboni ka pasur edhe vota tjera jo etnike shqiptare. Këtë korpus votave që i përmend. Ka pasur vota turke, ka pasur vota maqedone, qoftë Levicës, qoftë LSDM-s. Kështu që kjo sigurisht që tek ata për këtë qëllim e kanë edhe panikën sa i përket Gostivarit dhe Vrapçishtit, shkaku se edhe pse pretendojnë që i kanë votat pastra etnike, e shohim shumë mirë dhe qartë se bashkëpunim ndërmjet AKI-s dhe Levicës ka pat edhe në Tetov, edhe në Gostivar, edhe në Çajir dhe në shumë vende tjera, që është shqetësuese për nivelin se si partitë të cilat proklamojnë që janë pro-amerikane dhe pro-evropiane të arrijnë që për një grusht votash të bashkëpunojnë me parti të radikalit majt, siç është e Majta, dhe niveli në cilin ka rënë vetëm për të mbledhur ca vota është shqetësues për ne si shqiptar. Më fal edhe një herë se ndërhyr. Do me thonë, ato këtë analizë duhet ta bëjnë, sepse nuk është arrit censusi në një komunë ku ato pretendojnë se e kanë bastion, siç është Gostivari, po edhe Vrapçishtin. Do me thonë, si mund të në atë komunë që e ke bastion nuk mund të arrish të nxjerrësh një të tretat e votave. Ndërsa këto aspekte tjera se a duhet jetë Valbon Limani tash personi që do u theqe me komunën deri në zgjedhjet, sepse aty mendoj se ka kështu kolizion të ligjeve, në bazë ligjit për vetëadministrim lokal duhet jetë Valbon Limani, mirë po në bazë kodit zgjedhor duhet qeveria të caktojë një person që do të menaxhojë. Mirë po kjo them është çështje shumë teknike për shkak se është një periudhë shumë e shkurtër kohore, prej një muaji e gjys deri në mbajtjen e zgjedhjeve. Zoti Elizi, këtyre ditë lajmet kanë vërshuar me rekonstruimin e qeverisë, gjë që u paralajmërua edhe tani është më e pritshme të ndodhë diçka të tillë, dje ka patur edhe takim me Sajdiun, ka patur mes përfaqësuesve të koalicionit Vlen dhe të kryeministrit Mickovski. Mendoni se rekonstruimi që duhet të ndodhë do të jetë një garancë për një qeveri të suksesshme? Atëherë qëllim edhe i qeverisë aktuale, edhe duke pas parasysh edhe rezultatin e zgjedhjeve, por edhe momentin që nuk është e mirë për shtetin, sidomos për ekonominë e vendit që të mbahen zgjedhje aq shpesh, sepse kostoja është e lartë, mirë po edhe qytetarët qartë kanë dhënë verdiktin dhe sido që të mbaheshin zgjedhjet, ne jemi në atë komfort zonën si ekzekutiv, si pushtet që përsëri do dalim në zgjedhje dhe ndoshta ta maksimalizojmë numrin e deputetëve si mazhorancë, nuk është e nevojshme që të organizohen zgjedhje të reja të parakoshme dhe këtë konstatim e kanë të gjithë në vend, duke i inkuadru këtu edhe partitë opozitare, qoftë ato maqedonase, qoftë ato shqiptare, dhe në frymë të kësaj
një rifreskim i kabinetit qeveritar ndoshta është i nevojshëm dhe kjo është një gjë të cilën duhet ta vlerësojmë bashkërisht, mirëpo disa zhvendosje për brenda kabinetit qeveritar janë tashmë të imponuara shkaku i asaj që Ministri i Ekologjisë dhe zëvendësisht ministri i parë Izet Mesgjidi tashmë është kryetari i Çajirit dhe ky vend vakant duhet të mbushet sa i përket Vlenit. Gjithashtu Bekim Sali pritet të jetë zëvendësisht kryeministri i parë në kuadër të qeverisë dhe këto dy ndryshime janë më imediate të cilat duhet kryhen në aspekt sa më të shkurtër kohor, ndërsa riformatimin më gjerë të qeverisë të cilin e paraqet kryeministri pritet që të ndodh në kvartalin e parë të vitit të ardhshëm. A do të jetë janari, shkurti apo do pritet deri në mars, është një moment i cili duhet të jetë një reflektim i brendshëm i punës së realizuar dhe implementimi të politikave të qeverisë nga secila ministri veçaveç, dhe kjo sigurisht që është një moment që tregon pjekurit madhe politike sa i përket ekzekutivit dhe mënyrës së funksionimit. Shkaku se vetëm se kur ulesh dhe bën bilancin e punëve nga të gjitha ministrit, dikun t'je më tepër i kënaqur, dikun më pak, je i aftë dhe mund të menaxhosh me proceset të cilat vinë. Është shumë e shëndetshme një gjë e tillë sa i përket ekzekutivit, një riformatim, rifreskrim i radhëve, por atë që thash edhe në fillim, dy lëvizje janë të imponuara shkaku i zgjedhjeve lokale. Për pjesën tjetër do ulemi bashkë me kryeministrin dhe do t'i flasim hapur pjesët ku mund të përmirësohemi apo çfarë duhet të ndryshohet sa përket riformatimit. Në gjykimin tim, edhe në gjykimin e Vlenit, është një proces i cili i ndihmon demokracisë dhe performancës së qeverisë. Zotë Florian, nëse eventualisht ndodh, në fakt do të ndodhë se shveti pritet të ndodhë rekonstruimi. Mendoni se ka gjasa, ka hapësirë për ta përforcuar edhe më tepër e Vleni pozitën e saj brenda koalicion kancelarisë qeverisë? Po, mendoj se secila qeveri kur formohet në bazë programit qeveritar, kur e kanë bërë marrëveshjen e koalicionimit që është bërë në vitin 2024 dhe mendoj se çdo lëvizje që është duke u bërë është duke shkuar konform asaj marrëveshjes. Dhe se tani do të ketë vetëm plotësim, do me thonë të jemi të sinqert, do të plotësojnë ato ministri të cilat kanë ngelur të zbrazura, shkaku se ka ministra që janë zgjedhur deputet. Ndërsa gjithçka tjetër do me thonë mbetet në kornizat e thashethemeve. Plotësimi do të ndodhë me siguri, sepse është i paqetërsueshëm të ndodhë. Pastaj kemi VMRO-n e cila ka paralemruar kongresin që do ta mbajë, ndërsa sa i përket rikonstruimit që qeverisë që është paralemruar, por nuk mund të themi me garancë edhe se mund të ndodhë ose nuk është paqetër të ndodhë, as nuk ka ndonjë ligj që të obligon të bësh rikonstruim. Mirëpo zakonisht rikonstruimet bëhen pasi kalon të paktën gjysma e mandatit. Gjysma e mandatit qeveritar, do me thonë 2 vite kur kalojnë. Kjo është prakse edhe në shumë vende tjera evropiane, ku kabineti qeveritar rifreskohet zakonisht me emra të ri. Do me thonë, kur bëjmë fjalë për rikonstruim të qeverisë, mendoj se nuk duhet të bazohemi të ajo se cila parti çka do merr, sepse tek e fundit shumë pak është e rëndësishme. Më me rëndësi është që të zbatohet programi qeveritar, edhe të rritet standardi jetësor i qytetarëve. Nuk është me rëndësi kush çka do merr, apo që bëhen këto rotacionet, shëndetësia me arsimin apo se di çka. Më me rëndësi, sipas mendimit tim, edhe më e dobishme dhe shëndetshme për demokracinë është rifreskrimi me emra të ri. Për shembull, nëse ke pat një ministri ku ai ministri nuk ka pasur rezultate shumë të kënaqshme, edhe ti mund, do me thonë, me një rikonstruim të emrojsh ndonjë ministër tjetër në atë postë. Do me thonë, kjo është shumë e rëndësishme se sa të bëhen rotacionet brenda partive. Mirë po, aty që ishte pyetja për të Vleni, po është e vërtet se tash Vleni ka një potencë më të madhe politike dhe tani ndoshta me inercion nga zgjedhjet. Po, mirë po, edhe Vleni duhet ta ketë parasysh këtë që e thon për rifreskimin. Do me thonë, mos bëhet edhe Vleni si BDI-ja. 22 vite i ka mbajt njëjtat persona, i ka mbajt si ministra, i ka pasur edhe i ka shëtit.
ka Ministria e Mbrojtjes, te Ministria e Financave, pastaj ka dërgu një periudhë zëvendës kryeministre për evrointegrime, apo nuk e di çka, do me thonë, njëtat persona 22 vite. Tani do me thonë, jemi në vitin 2025, edhe duhet të ketë një mënyrë tjetër, mënyrë të re edhe më demokratike të veprimit. Do me thonë, nuk duhet të rifreskohet zakonisht kabineti qeveritar me persona të ri që janë më profesioniste dhe që kanë ndonjë bagazh ndoshta si ekspert ose në fushën e arsimit apo në fushën akademike. Po ato janë parti politike dhe zakonisht ato janë vetë që vendosin, më kupton. Diçka që ka vazhduar prej para zgjedhjeve, domethënë parlamentare, fushatën e atëhershme është shkrirja e Vlenit nga 4 subjekte politike në një parti politike. Deri ku kanë mërri se tani mos së fundi u përmend se edhe pas diçka e tillë do të ndodh pas këtyre zgjedhjeve të fundit lokale. A ka aktivitete konkrete, veprime konkrete në këtë drejtim dhe deri ku keni mritur? Sigurisht që rezultati i mirë i zgjedhjeve lokale e imponon edhe tek strukturat, por edhe tek aspektet tjera të organizimit që të shpërfaqet ideja e konsolidimit apo e shkrirjes së Vlenit në një parti politike. Më duhet të them që mënyra e funksionimit, sidomos të zgjedhjet e fundit lokale, ka qenë e mrekullueshme, domethënë një gati se nuk ishin të dukshme dallimet apo ngjyrimet politike brenda Vlenit. Me të vërtet kemi funksionuar si një ekip, çdo herë duke dhënë maksimumin dhe tashmë është e natyrshme ajo pjesa apo faza ku nuk identifikohemi më me partit veç në ndërmjet Vlenit, mirë po është krijuar edhe perceptim tek opinioni tek votuesit. Vleni tashmë konceptohet si një subjekt politik. Është çështje administrative dhe juridike se kur do të ndodh edhe shkrirja e partive në një subjekt politik. Më duhet të them që të ngazëllyer nga rezultati i zgjedhjeve ndoshta është imponuar edhe nga strukturat, shkaku që kanë bashkëpunuar bashkë në moment të fitores dhe të entuziazmit. Kjo është ai principi prej poshtë bashkohen e paraqesin iniciativën që hajde më shpejt të bëhet. Sigurisht që kjo periudhë sa të mbarojnë edhe zgjedhjet në Vrapshish dhe Ngosivar do të jetë një periudhë reflektimi për brenda nesh dhe do të gjenden modalitetet dhe mënyrat se si do të funksionojmë më tutje. De facto ne veç më funksionojmë si një subjekt të harmonizuar në qëndrime, në pikpamje politike, ajo të cilën duhet të punojmë më tepër duke i pasur parasysh të gjithë elementet që e përbëjnë Vlenin është pjesa e profilimit ideologjik të Vlenit dhe të kauzës politike të cilën duhet ta ndjek Vleni, sepse është aspekt bukur i rëndësishëm i funksionimit ton, të dimë se ka shkojmë, me çfarë ideologjie funksionojmë, edhe pse më duhet ta them se kemi fare pak dallime për brenda komponentëve që përbëjnë Vlenin sa e përket këtyre çështjeve, mirë po është më e shëndosht, më e mirë për Vlenin dhe për gjithë ne që mos të ngutemi dhe të bëjmë hapa të ngutura sa i përket kësaj pjesë, mirë po të ulemi, të reflektojmë, të argumentojmë bashkë, të zgjedhim prisit dhe udhëheqësit më të mirë edhe në nivel lokal edhe në nivel të hierarkisë më të lartë dhe në atë moment arrim që të bëjmë edhe juridikisht Vlenin subjekt politik. Sigurisht që më duhet të them që kjo temë është imponuar edhe nga qarqe tjera, do kisha thënë, duke dashur që të ikin në rezultatit zgjedhjeve dhe kushtimisht thënë topin ta kemi në fushën tonë, përsëri e imponojnë temën e liderit apo të konsolidimit dhe të shkrirjes së Vlenit në një parti, shkaku se nuk duan që kryetemat jenë
AKI-ja, humbja e zgjedhjeve dhe fakti që kanë mbetë me aq pak komuna. Ne kemi gatishmërinë, ne kemi pjekurinë, ne kemi edhe njohjet e mjaftueshme të situatave politike dhe të rrethanave që të vendosim kokë ftohtë të themi, dhe duke i pasur parasysh gjithë këto elemente që i përmenda, sa përket mbarvajtjes dhe ecurisë më të tjeshme të Vlenit, sigurisht që votuesit nuk do të zhgënjehen asnjëherë se ne do të jemi edhe do të vazhdojmë të jemi bashkë, cila do që të jetë forma që e zgjedhim që të vazhdojmë me ecurinë tonë, qoftë si koalicion, qoftë duke i shkri strukturat në një subjekt, votuesit do të jenë të qetë se ne vazhdojmë bashkë dhe do të jemi aty për të realizuar premtimet dhe për të qenë në skenën politike, shkaku se kemi marrë një mesazh tepër të fortë nga votuesit, ajo që përkrajnë politikat tona dhe figurat të cilat janë në Vlenë dhe eksperimente nuk duhet bërë, sidomos këtë kohë, duhet jemi të kujdesshëm, sidomos në pjesën e imputimit apo katapultimit figurave ndryshme që duan të imponohen në Vlenë. Këtu duhet jemi tepër kujdesshëm. Shkaku se niveli i besimit që është dhënë për këtë format, për këta njerëz, për këtë ideologji, për këtë program politik. Tendenca për të bërë shpërlarje në disa figurave dhe t'i imponojmë në Vlenë është e dëmshme për Vlenin, nuk i kontribon harmonisë së brendshme në Vlenë dhe do të shfaq nivele pasigurie dhe mosbesimi edhe tek votuesit tanë. Duhet të jemi të kujdesshëm si Vlenë për figurat të cilat i marrim tani, jemi shumë të hapur dhe jemi të vetëdijshëm që vetëm një subjekt i cili është i hapur për figura të reja politike, për figura të cilat me të vërtet i japën kontribut një vlerë të shtuar edhe Vlenit, ne jemi krah hapur që t'i pranojmë ato për brenda strukturave tona në aprovim gjithmonë edhe të aktivistëve dhe të votuesve tonë, mirë po do të jemi shumë të kujdesshëm për figura të caktuara të cilat mundohen të katapultohen në Vlenë tashmë që u bë fitoria. Një pjesë e rezultatit elektoral të Vlenit ka ardhur edhe duke pas parasysh që disa figura që kanë qenë në kampin tjetër janë të padëshiruara për votuesit shqiptar për arsye që tashmë ne i dimë dhe prandaj do të jemi të kujdesshëm këtë veprim. Mirë po ajo që dua ta them është që e ardhmja e Vlenit është e sigurt dhe vetëm që duhet i bëjmë hapat e duhur dhe në kohën e duhur. Zoti Florian, nga zëllimin të cilin e përmendi zoti Amir nga rezultati i zgjedhjeve të fundit lokale, do të jetë i mjaftueshëm për në këtë rrethana në këtë moment për të bashkuar sa ma lehtë katër subjektet politike? Po, kështu mendoj se kështu siç janë duke funksionuar, janë duke i çuar punët mirë. Edhe këto janë duke funksionuar vetëm si një trup, si Vlenë, edhe janë shumë unik në politikat e tyre dhe deklaratat të cilat i japën liderët e tyre shifet se janë të gjitha në harmoni me njëra tjetrën, vetëm në regjistrin qendror që nuk janë të regjistruar si Vlenë edhe nuk kanë një statut, se askush tani nuk flet për Besën, për Alternativën apo për LD-n, të gjithë identifikojnë si Vlenë. Mirë po, ajo ku duhet të jenë besoj më të kujdesshëm, e para është që mos bien pre e interesave të grupimeve prej jashtë që vinë, edhe të cilët përpiqen të i thumbojnë me këtë parashtrimin e pyetjes se kush do të jetë lideri. Edhe këtu e shoh një tendencë të grupimeve të jashtme për të futur ndonjë përçarje apo për ndonjë kacafiqe ndërmjet liderëve, këto nuk duhet bëjnë pre e interesave të tyre. Edhe pastaj e dita që duhet të kenë kujdes është që mos të ndërtojnë kultin e liderit, siç e kemi te partitë tjera, për shkak se rreziku ekziston se ai lideri një ditë kur nuk do të jetë në mundësi të atë postin e kryetarit ta ushtroj një ditë për shkaqe të ndryshme, pa marr parasysh, edhe atëherë mos shohet edhe e gjithë partia. Pastaj kemi për shembull shumë raste në botë, për shembull partitë politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë fare kryetar. Ata kanë vetëm disa kryetarë të komiteteve nacionale, mirë po ato nuk janë lider politik. Lider politik i partive
në SBA janë kryetari i shtetit ose kandidati që është për kryetar të shtetit. Edhe ato me qëllim e kanë instalu këtë sistem që e gjithë partia mos jetë pre e vetëm politikave të liderit, sepse siç e thash, një ditë lideri mund edhe non grata për shembull të shpallet, edhe pastaj duhet shuhet e gjithë partia. Solucione ndryshme ka që këto mund t'i gjejnë, ka mënyra për shembull ndonjë kryetar me rotacion ose jo rotacion 4 vite, do me thonë çdo 4 vite të mbahet kongresit, zgjidhet një tjetër, të ketë demokraci brenda vlenit gjatë votimit të kryetarit. Mirë, po përsëri duhet të kthejmë atij te fillimi, kur e thash se kështu si janë duke e çuar punët shumë mirë. Edhe nuk është ndoshta edhe obligative, e vetmja gjë që ju ka ngelur është ta marrën këtë vlenin edhe ta regjistrojnë te regjistri qendror, edhe të thonë se ne jemi tash një parti, sepse mënyra se si janë duke funksionuar, edhe si janë duke ushtruar këtë veprimtarinë politike, shihet se janë shumë unik. Zoti Elezi, zoti Nesimi, pas kemi qenë shumë të përpjek, nuk ka ngelti kohë më të për emision, përveç se t'ju falenderoj sinqerisht për kontributin që dhat për emisionin e radhës Dialog me Lajm. Faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit edhe një herë për ftesën, niveli ishte shumë i mirë i bisedës dhe i debatit, edhe pse është emisioni im i parë që marr pjesë këtu, do kisha dashur që edhe në vazhdimsi të jem pjesë e këtyre debateve, sidomos duke pas parasysh përgatitjen e Florianit, por edhe eksperiencën tuaj sa i përket politikës në vend. Jemi gjithmonë në dispozicion që debatojmë hapur dhe të flasim në interes të qytetarëve. Faleminderit shumë. Faleminderit.